Shiko, vota, ajo që është e veçanta këtyre zgjedhjeve është që kemi 5 lista garuse. Kemi Partinë Socialiste. Do t'jetë një fletë votimi shumë e madhe, më thanë. Kemi Partinë Socialiste. Kemi Partinë Demokratike pra me koalicionin Shqipëria Madhështore. Kemi Lëvizja Bashk. Po. Kemi koalicionin e Dashejt, kemi Partinë Mundësia, kemi dhe Partinë Social-Demokrate. Pra janë 6 edhe Euroatlantik të Bashkës. 7 formacione politike. Nga të cilat ke 2 koalicione me përbërësit e vetë. Do kemi një copëzim të votës si asnjëherë më parë, ku vota është ndarë mes koalicionesh, apo nuk ka patur kaq shumë koalicione, por do hynë në partitë e vogla, ndahet. Si vjetë, sfida besoj nuk është PD-ja dhe PS-ja, por sfida është kush dhe sa nga këto partitë e reja do mund të futen në parlament dhe do mund të shndrohen në faktor për të qenë një politret. Beson se do hynë? Me çfarë shikon? Me çfarë, se motorët janë ndezur, me çfarë shikon nga PD, nga PS? Beson do t'ju lënë hapësirë? Ktu është një histori e vështirë në këtë vend, sepse kemi parë dikur aleancën Kuqezi që mbushte sheshe, mbushte salla, dhe pastaj pam se çfarë rezultati zgjedhor prodhoi, dhe pastaj u tha që këto janë mbushte Partia Socialiste për të dukur që janë shumë, dhe ecë merre vesh se sa nga këto partitë e reja tani luajnë pas kuintave, nëse shkëmbejnë apo jo mitingash për të mbushur sallat, s'duhet gjykoj dhe të paragjykoj askënd, do doja realisht që partitë e reja të shndroheshin në një aktor për të çarë binomin PS-PD dhe për të krijuar koalicione të brishta, për të mos lejuar qeveri që të zotërojnë 100% pushtetet, sepse demokracitë më të qëndrueshme janë ato që i kanë qeveritë e brishta ku në një moment caktuar prishet një ekuilibër, largohen një apo 2 antarë të koalicionit, bie qeveria. Në qartë, forca tjetër kështu me radhë. Në këtë kuadër do doja që këto partitë e reja të mund të faktorizoheshin në parlament. I shikoj me optimizëm për hir të vërtetës, pra ka një qasje pozitiviste nga publiku, të mërzitur me qeverinë që s'janë gati të japin një mandat të 4, të mërzitur me Berishën që s'janë gati ta rikthejnë në pushtet pas kaq vitesh në pushtet dhe në opozitë, dhe mund të gjenë si alternativ partitë e reja. Por, thjesht copëzimi ndaj, i numrova me radhë, copëzimi i votës në 6 pjesë mund të bëjë që të shkojnë shumë vota dëm, pa prodhuar dot mandate. Dhe pastaj këtu do të hyjë në veprim formula për llogaritjes së mandateve, dhe mund të shkojnë në favor të socialistëve, të cilët për hir të vërtetës, edhe pse Partia Social-Demokrate është një parti që kanë më vete, është një satelit i saj, sepse gjithmonë mandatet ka bashkuar votat, është aleate, e pa zyrtarizuar, por aleate. Jo, nuk s'ka nevojë për zyrtarizim, sepse në parlament s'kan funksionuar asnjëherë si parti për të patur një pozicionim tjetër. Edhe PD-ja gjithmonë e bashkoi votën me... PD-ja ka qenë një nga këto... Unë e kam thënë që ligjet me 35-ën pa votën e PD-jus nuk do kalonin, po sot është në këtë koalicion e Berishën. Kjo është pragmatizëm politik, se si jemi në moral politik, jemi në rill politik. Pastaj shkohet tek ky lloj pragmatizmi që te i kalon dhe pragmatizmin, por shkon tek një lloj shëmtie politike, do ta quaja. Po as e re as e panjohur për politikën tonë. Po gjithsesi, edhe pse s'ka moral politika, ka një lloj morali. Dhe këtë e kanë zbehur edhe më shumë edhe këto lëvizjet e fundit, kandidat apo deputet që kanë qenë historikisht, kanë milituar, kanë punuar, kanë sakrifikuar me Partinë Demokratike, mëngjes janë ngdhike PD-ja, darkë janë grysur ke lista PS-s. Më i fundit ishte Sula që 5 minuta para se të mbylli lista e vajtin fut në listën një partie të re. Një që ka qenë gjithë jetën me LSI-n dhe ka qenë promotori LSI-s, shkon dhe rifutet ke listat e PS-s, e kështu me radhë, më thënë. Të gjitha këto lëvizje duke ndjekur pas interesin e pushtetit, bëjnë të kuptosh edhe nivelin e ullët të kulturës politike që e kuptoj. ekziston. Dhe parlamenti do të jetë produkti
i gjithë këtyre emrave që ne përmendëm, po në radhë parë gjithë kësaj filozofie që folëm? Shikoj, mos presim kemi një parlament akademikësh. Parlamenti është një përbërje... Politikanësh të paktën. Politikanësh po të ketë aty edhe jurist, të ketë edhe agronom, të ketë edhe veteriner, të ketë edhe në mësues që të marrë vesh nga arsimi, sepse nëse do jenë gjithë të njëjti profesion, problemi është që deri tani më shumë t'i kanë sunduar si përmarrësit, dhe ka qenë vetëm një grusht politikanësh, ata që dinin të hartonin një projekt ligj, ata që dinin të lexonin, ata të dinin të shkruanin një fjalim, ata dinin të bënin një vërejtje, pjesa tjetër ishin thjesht karton mbajtës që ishin automat. Dhe kjo e ka dëmtuar, dhe kur thash pak më parë që po flisin për njerëz spanjor publikisht, të cilët kur futen në këtë mënyrë edhe mbarojnë konsumojnë një mandat dhe pastaj dalin prapë të panjohur. Ky është problemi më i madh, ti mund të qëndrosh 4 vjet në parlament dhe kur del sërish në rrugë dhe thua deputet, askush nuk të njeh sepse asnjëherë nuk je shfaqur për të bërë protagonizmin e një ngjarje të caktuar, të dalësh në bashkë fjali për të bërë interesat e një komuniteti nga ku vjen ti e kështu me radhë. E qartë. Mirë, do të flas për një ngjarje dite, do të jap materialin vazhdim që ka të bëjë me Erion Veliaj, do të qëndroj në Burg, apeli i posaçëm ka rrëzuar kërkesën e tij për ndryshuar masën e sigurisë. E pritshme me 3 ditë ka zgjatur ky gjykim, ju desh 3 ditë gjyqtarit të çështjes të vendoste dhe ditën e sotme ka rrëzuar kërkesën e zotit Veliaj, bazuar edhe në disa përgjime në fakt, të cilat janë bërë në ambientet e paraburgimit. Nuk i kam parë përgjimet, siç thon gazetarët, kanë qenë një, le të themi, direktiv që jepte Veliaj tek i vllai për të patur një fushat ndaj prokurorëve të çështjes në media të caktuara. Nuk e kam lexuar përgjimin për të ditur se si. Nuk ka dalë ende, nuk është rrjedhur në media, por si të duket, një opinion për këtë? Besoj që unë personalisht prisja një ndryshim të masës,